Lufta e dy gjigantëve për të pushtuar tregun e fluturimeve ajrore ndërmjet Boeing dhe Airbusit duket se ky i fundit e ka parakaluar duke patur parasysh dhe rrëzimet që kanë ndodhur me avionët Boeing. Por mos harroni, Boeing 737 është avioni i cili ka dorëzuar 11.200 njësi copë për avion, ndërsa A320 e Airbusit në Toulouse ka kaluar 11.900 në vitin 2020 dhe porositë janë në pafund, duke u bërë kështu lider dhe duke marrë më së fundmi purorën e artë të kontrollit ajror për avionet më të përdorur në botë. Mos harroni se Airbus ka vite që tashmë kontrollon tregun ajror. Megjithatë është futur edhe Kina, e cila e zhduku një avion si kinezët e ka kopjuar dhe ka bërë Comac 919 dhe Comacun tjetër i cili do të arrijë një rekord për të cilin jam habitur kur e kam lexuar që do të fluturojë jo pak, por 29 orë në ajër. Për më shumë informacione sigurisht do gjeni linkun në komentin e parë. Gjithë të mirë.